ka identifikuar slavët, grekët dhe shqiptarët. Po, problemi është se kufit etnike nuk janë gjithmonë shumë të qartë, sepse ka shumë gjuhësi. Elementet që identifikoi Perandoria në kohën që u fut në Ballkan dhe në vazhdim, identifikoi si slav serbisht folës, greqisht folës, shqipfolës e vuri emrin. Dritan, përveç domethënë çfarë emërimësh mund të kenë përdorur osmanët, puna aty do të dalë kur tek puto, puna që thotë Dritan, një minutë ta mbaroj. Puna është që ishe shqiptar në atë kohë, nuk ka konceptin që ka sot je shqiptar. Pikë parë njërë qarë është Shqipëria. Në qoftë se dikush ka lexuar Hanin, studimet albanologjike, Hani thot, unë këtë libër thot nuk po shkruaj për Albanin ton, apo Albanin venedikase, e cila ishte Kroacia e sotme. Po thot po e shkruaj për Albanin turke. Dhe neve shpesh edhe kur e përkthim fjalën Shqipëri në anglisht e ngatrojmë me Albani. Ky është ngatërim që ka ndodhur për shkaqe të ndryshme historiko-politike, po puna është që të ishe një Albanian për venedikasit në të kohë, ndoshta nuk ka patur kuptimin që ka edhe sot. Hani në studimet e tij albanologjike flet edhe për këtë Albanin turke apo Shqipërinë turke. Dhe ai tregon për ndasitë e mëdha që ekzistojnë në këtë vend, ndasi fisnore, ndasi lingvistike, ndasi fetare. Dhe ndër të tjera i thot gegët thot me toskët thot janë dy kombe mbete thot, këta dhe nuk martohen me njëri tjetrin. Toskët thot më mirë martohen me grekrit thot, se sa martohen me gegët. Dhe në librin e saj Nathalie citon edhe Gjallnerin, nëse s'jam gabim, i cili citon Durhamin, nëse nuk e gaboj, që Hobsbawmin, po, i cili domethënë Durhamin në për vizitat e saj në Shqipëri vërej që ai domethënë Malcori, nëse nuk jam gabim, nuk e shikonte atë fqinjin e tij si shqiptar, por e shihte si tosk. Dhe puna është që të flasësh për një identitet të ngurtë shqiptar në këtë kohë është domethënë është diçka shumë e vështirë. Domethënë në shkrimin tim turk elhamdulillah që e përmendën në fillim të këtij shkrimi dhe që unë mendoj që do ta pasuroj edhe në përshkrime të tjera, edhe për më tepër në kohën e të famshmit Haxhi Shamili, i cili sulmohet nga historiografia shqiptare si obskurantist, si i errët, si turkoman e tjerë. Popullatët e Shqipërisë mesme e kanë patë shumë vështirë që ta pranonin këtë idenë e shqiptarit, domethënë. Nëse dikush lexon punimet e Hafiz Ibrahim Dalliu, Dokrat e Hinit, ai tregon se çfarë ndodhte në Tiranë vitet 1920. Dhe ky shqiptari ndonjëherë identifikohet edhe me Toskën. Dhe apo siç përmend edhe Eqerem Bejvlora në kujtimet e tij thot 1922-shin kur Elezi Sufi thot erdhi në Tiranë thot me sulmu Tiranën, e kam takuar një nga ushtarët e tij edhe ishte aq e madhe që nga ç'është kjo Shqipëria më thot se ne kena mund me Serbi e me Turqi, po ç'o kjo dhe dua të them këtë që koncepti Shqipëri dhe shqiptar nuk janë njësoj me atë që ne mendojmë sot. Okej, këtu biem dakord tek një pjesë e këtyre gjërave që u thanë. Megjithatë e shoh që ka diskutime akoma. Po më fal Natali, duhet të kalojmë publicitet patjetër. Do kthehemi pastaj të vazhdojmë bisedën po këtu ku e lam. Faleminderit Kamela, faleminderit orkestra. Sa po na tha Olsi dhe Natalia në pjesën e parë që kjo këngë nuk ishte dhe aq popullore, nuk ishte hit nëse flasim me gjuhën e sotshme në shekullin e 19, apo jo Olsi? Në kuptimin që gjithsesi projekti nacionalist mbeti një projekt elitash dhe
Olsi tha që vonë në fakt në 1920-ën e mbrapa vazhdonte të ishte një projekt elitash më tepër se sa një projekt popullor. Por të kthehemi pak tek libri, në fillimet e nacionalizmit shqiptar, tek titulli i librit, në fillimet e nacionalizmit shqiptar. Është ky libër ka të bëjë ky me dekonstruktimin e miteve? Po, sigurisht, sepse unë, për shembull, kam studiuar problemin çështjen duke marrë parasysh kontekstin Osman, edhe si në atë kohë ndryshonte shoqërinë, domethënë nuk ka asnjë për të bërë me mitet, sepse mitet janë në përgjithësi gjërat janë ashtu në ajër, ndërsa unë e marrë në kontekstin edhe për shembull në nivelin lokal, sepse për të kuptuar është e vërtet se ishte një projekt elitësh, por nga fundit të shekullit 19, sidomos pas 1896-97, ka një... Ju e përcaktoni si një periudhë më të rëndësishme në fakt se sa lidhja e Prizrenit. Ashtu. Sepse është një kohë e krizës në perandorinë osmane, edhe për shembull libri i Shemseddin Sami Frashëri, Shqipëria shkaqen, është botuar në 1999, më falni, 899, domethënë jo në 79, pas lidhjes së Prizrenit. Edhe në atë kohë kur veprimtar të shqiptarizmit kanë filluar të mobilizojnë në terren, shqiptarizmi ka marrë ngjyra të ndryshme, të lidhur me konfigurimet, me konfiguracionet lokale, sepse ishte edhe një çështje ndërkombëtar, edhe në çështjen në perandorinë osmane, por edhe ka luajtur një rol në nivelin lokal. Prandaj është... Që njerëzit kuptojnë, kur thoni në nivelin lokal, ç'keni parasysh me nivelin lokal? Për shembull, në Shkodër, e dim që kleri katolik ka luajtur një rol me rëndësi në zhvillimin e gjuhën shqipe, edhe pak nga pak ka luajtur një rol edhe për zhvillimin e shqiptarizmit, edhe prandaj për muslimanet e Shkodrës ishte vështirë për të bashkëpunuar, për të afruar, sepse ky shqiptarizmi ishte shumë i lidhur me katolicizmin. Po ndërkohë, muslimanët e Shkodrës nuk ishin një projekt të tyre të shqiptarizmit? Pak, disa intelektuale të rinjt që kanë qenë të arsimuar për shembull në Vjenë e kanë pasur, por kanë qenë një grup jo shumë e madh, po ndërsa për shembull në vilajet e Janinës ishte pak në fillimin shqiptarizmi u zhvillua në midis ortodokset, edhe me shumë të lidhur me helenizmit, pastaj pas kohës e krizës u zhvillua më shumë midis muslimanet, sepse ishte për shembull pak si në vitet 20 ishte për të mbrojtur viset lokale kundrejt Greqisë. U përhap më tepër tek muslimanët, sepse në atë kohë ndjej kërcënimi, le të themi orekseve greke mbi zonat shqiptare, mbi trojet që ishin ende në perandori dhe që quheshin shqiptare. Ose në një nivel më lokal,
mund të ishte për shembull në një vend ka dy tarafe dhe një taraf u bë shqiptaris edhe një taraf jo shqiptaris. Do më thënë, ishte edhe shqiptarizmi ishte përdor edhe për qerimet që nuk kanë qenë për të bërë me krijimin e një shtet ose... Domethënë, në këtë kuptim, ju prandaj pyeta që ka të bëjë kjo edhe me dekonstruksionin e miteve, sepse nuk flitet tashmë për mitin e Skënderbeut, ju nuk merreni me mitin e Skënderbeut në librin tuaj. Pak, po. Okej, por gjithsesi nuk është qëllimi i librit. Ju merreni më tepër pikërisht me ato mite që janë mitet e rilindjes sonë kombëtare. Cili është miti i rilindjes sonë kombëtare? Është natyrisht që të gjithë rilindasit kishin një projekt kombëtar. Ju thoni, jo, nuk ka pasur një projekt kombëtar, ka pasur disa projekte kombëtare, të frymëzuar edhe me një prapavi shumë të fortë fetare. Ndryshe mendonin ortodoksët, ndryshe mendonin katolikët, ndryshe mendonin myslimanët, të cilët ishin për një projekt më osmanlit, të themi, por me shqiptarizmin brenda. Nga ana tjetër, lidhja e Prizrenit, ju thoni, nuk është mitizuar lidhja e Prizrenit, nuk është një lëvizje masive popullore e cila tentonte ruajtjen e integritetit territorial të Shqipërisë dhe natyrisht autonominë me qëllim pavarësimin. Këto janë, po themi, disa nga gjërat që ju i rrëzonin librin tuaj. Atëre, Eva, shumë shkurt do ta kaloj tani me njëri fjalë. Duhet kuptuar diçka që nacionalizmi shqiptar nuk ka nacionalizëm pa mite. Është e kohë të thuash që ekziston një nacionalizëm qoftë ballkanik apo evropian pa mite. Se vetë duke qenë dhe ideologji, dhe formë sjellje, dhe kur mungon ideologjia sepse nuk e bëjnë dot njerëzit e thjesht, kulturat popullore, por duhet të ketë një elitë, na ngelet forma e sjelljes që për ta kuptuar gjithë më e përhapura është nacionalizmi në sport, pra tifëja që bën për skuadrën kombëtare. Po duhet kuptuar diçka për nacionalizmin shqiptar. Nuk lindi si nacionalizëm me orekse. Praktikisht ishte një nacionalizëm i cili lindi për shkak të qasjes së nacionalizmeve fqinj. Para dhe pothuajse mesi i shekullit të 19, 1830-ta, shpalos doktrinën politike të grekëve, me lidhjen e famshme me Koletisin, kryetarin e Partisë Franceze në Greqi. Garashanini, nga ana tjetër në Serbi, 1844, shpalos doktrinën e vet politike të Nashertanjes ose programit. Të gjitha doktrina me orekse të mëdha, dhe këtu do të kuptuar lidhje që ka politika me mitin. Sepse dhe sot e kemi kollaj të themi, ama po të shmetizojmë, kemi mite nga e kaluara dhe hajde të shmetizojmë. Është gjëja më e vështirë për të bërë shmetizimi. Për çfarë arsye? Sepse lidhet me një mentalitet të caktuar, lidhet me botë kuptimin, me sencet, me kulturën, me tretat sociale. Dhe në atë kohë politika prodhonte mite ashtu si dhe sot. Dhe ne të gjithë prodhojmë në një farë mënyrë ose bëhemi pjesë e mitit, sepse vim të armatosur me identitete nga më të ndryshme. Kemi identitete klasore, fetare, politike, sociale, na ndryshojnë identitetet, thonë të bijem të flem normal, nesër qojmë të pasur, qojmë në një parti tjetër politike. Mendoni shekullin 19, i ashtu quajtur shekulli nacionalizmave dhe epoke nacionalizmave, ku gjërat ndryshonin nga një respekt në tjetrin. Dhe nacionalizmi shqiptar, duke qenë nacionalizëm që lindi për shkak të kërcënimeve qindve, nuk ishte orekse dhe nuk ishte se prodhonte kaq shumë mite. Në fakt, nacionalizmi shqiptar nuk është aq i ndryshme se sa nacionalizmat... Ka një veçanti. Për shembull, kemi... Ja të marrim nacionalizmin serb. Për shembull, kishat kanë luajtur një rolën shumë të madh. Por në fakt kisha greke ishte kundër shtetin grek. Ka pas edhe pas krijimit të shtetit serb, ka pas shumë grindje midis kishës edhe shtetit serb. Domethënë është më i komplikuar. Shenja me tregishta, lidhja më e saktë është përshëndetja me tregishta tek serbët, që nga njëra anë parashikon trinin e shenjtë, pra atin, birin dhe shpirtin e shenjtë, dhe nga ana tjetër, thënë në fjalët e Hobsbawmit që vetë citoni, që ndronë si një karrige me 3 këmbë edhe në një rraf shfarë pa niveluar. Në çfarë aspekti? Në aspektin që serbët mitizojnë rezistencën antifashiste të tyre, rolin që patën gjatë luftës së dytë botërore, mitizojnë mbrojtjen e vet ose rolin e vet si mbrojtës të ortodoksisë në Ballkan, dhe mitin e fushë Kosovës të identifikuar me Car Lazarin e kanë akoma sot në procesione. Pra hajde ta çmetizojnë ata. Figurativisht 3, sepse janë 3 sot nëse diu, ëh. Po, është